Përshëndetje gjithë kolonjarët dhe gjithë banorët e qarkut ton, një qark I cili veçon ndryshe nga, me thënë drejt, nga gjithë qarqet e Shqipërisë. Ishte një vit me punë, me një zhvillim të madh, siç është tashmë një realitet I prekshëm I rrugës Korçë-Ersek, disa rrjete të brendshme ujësielësash nëpër fshatrat e krajinës së Kolonjës, fasadat e qytetit Ersek dhe shumë punë të cilat I kemi bërë bashkë dhe vrapojmë drejt 2026 me projekte të mëdha si faza e tretë e sheshit Rilindja të qytetit që do të na bëjë në një muze të ri, muzeun e fotografëve të Juglindjes, me zgjerimin e pedonales së Leskovikut që e ndërlidh gjithë qytetin e Leskovikut, me rrjetet e brendshme të fshatrave të Vodicës, të Bejkovës, me ujësielësin e ri të Kagjinacit dhe shumë punë të mëdha që na presin me rekonstruksionin e konviktit të qytetit dhe hapësirat cilat në një bashki të vogël si Kolonja, shpresoj që gjatë 2026 të gjejnë një implementim të shpejtë duke u bërë jetën banorëve më të mirë dhe më të bukur. Duke shpresuar që trendi I rritjes së turizmit të vazhdojë dhe numri I bujtinave të cilat vazhdojnë të shtohen në qytet të jenë një gur I mirë, uroj më së pari shëndet dhe mbarësi.